organizatën e re, vendimet merren me shumicë thjeshtë. Ka një gjë kjo. Ose thuhet jo. Ka një gjë, e ke lexuar, duhet kishe lexuar edhe një pikë e cila është më poshtë. Edhe thotë që pavarësisht se vendimet mund merren me shumicë të thjeshtë, pra çdo antar ka një vot, në fund kryetari i bordit, i cili është mbreti, pra Trumpi, mund ta rrëzojë vendimin edhe vendos ai. Pra e prish vendimin ai. Pra ai ka të drejtën ta prishë vendimin e gjithë antarëve, edhe kur ai është unanim. Dakor. Ore, kjo është ekskluzive e Trumpit, jam me ty. Po themi që unë po them që kjo nuk e zëvendëson në OKB, në këtë mënyrë nuk e zëvendëson në OKB, pra është e njëjta gjë, pra edhe në OKB del një antar edhe nuk ta miraton dhe nuk miratohet, edhe këtu ti ke kryetarin i cili nuk ta miraton dhe nuk miratohet. Pra sërish jemi e njëjta gjë, vetëm sa quhet OKB, kjo quhet bordi i Trumpit. Kryetari këtu është vetëm SBA-ja, kurse te OKB-ja kemi te Këshilli i Sigurimit, pas interesa, po bota nuk është vetëm Amerikë. Jo, dakord, jam dakord, po unë po them që apo shkojmë drejt. Jo, më nuk po shkojmë drejt, sepse fakti që unë nuk mendoj që rusët dhe kinezët do pranojnë të hyjnë të jenë në diktatin e Trump, pra Trumpi do t'i tregojë me këtë gjithë botën se ka bërë në këtë mënyrë që nëse ti pranon, pra unë jam të gjithë pranojnë në diktatin tim. Pra pranë shife edhe kinezët janë nën mua edhe rusët janë nën mua. Unë nuk besoj që rusët ta hanë këtë. Edhe kinezët që të futen në diktatin e Trumpit, pra që ky të vendosi për gjithçka dhe ti bëj ata të pavlerë. Sepse në këtë mënyrë ky bord po mundohet të mundi këtë multipolaritetin. Për këtë arsye dhe është krijuar, sepse duke i futur të gjithë në këtë bord, edhe kinezët dhe rusët, pra gjithë ata që e mendojnë kundra dhe janë kundra unipolaritetit, automatikisht në momentin që këta hyn, atëherë ky multipolariteti për cilin ata po luftojnë, për cilin ata po derdhin gjak rusët në Ukrainë, rikthehemi në unipolaritet. Prandaj them që nuk ndodh. Pra kjo është hilja e Trumpit. Prandaj them e quaj bord mashtrues. Ky bordi është mashtrues për të mashtruar që multipolariteti ta kthejmë brenda natës në unipolaritet. Dhe ti s'ke çfarë, në moment që ti hyn dhe pranon vetëm mbi krye Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë sërish jemi gjithë botën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor, Dritan, pra nuk do të mendon se kjo do të mund të ketë fuqi nesër tek unë nuk mendoj që do të ketë fuqi, do të merret Rusisë dhe Ukrainës. Jo, nuk besoj që do të ketë fuqi midis Rusisë dhe Ukrainës, nuk do të ashtu sepse nuk ka se si të ketë fuqi për sa kohë ata nuk janë anëtarë të bordit, pra në rast se rusët dhe kinezët ose të themi vetëm rusët, pra flasim për Ukrainën, rusët nuk pranojnë që të jenë anëtarë të bordit. Plus kemi edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian, të cilat nuk kanë pranuar të jenë anëtarë të bordit, e para është Franca, e cila ka deklaruar qartësisht që nuk pranojnë të jemi anëtarë të bordit, është Polonia, e dyta, dhe mos harrojmë që Polonia është kryesore në çështjen e Ukrainës. Pra pavarësisht se duhet të pasë kryesore dhe Polonia, biles Donald Tusk bëri një deklaratë dje shumë interesante dhe shumë domethënëse duke thënë që Polonia nuk pranon të bëhet pjesë e planeve të dyshimta dhe të planeve jo transparente të dikujt tjetër. Sepse bën këtë, sepse polakët kanë një histori shumë të thjeshtë. Polakët janë i vetmi vend gjatë luftës së dytë botërore ku gjermanët nuk arritën të bënin dot asnjë bashkëpunëtor. Për 4 vjet, gjermanët në luftën e dytë botërore në Poloni nuk arritën të bënin asnjë bashkëpunëtor të nazizmit. Zero. Asnjë. Zero. Interesant. Pra polakët e kanë këtë krenari dhe për shkak se sot ata nuk pranojnë që të bëhen lojë e nazizmit të ri anglozionist. Edhe anglozionist, po sigur për plas me Starmerin Trumpi, po. Kjo është për... Jo, me anglozionizmi ka kaluar, shiko, anglozionizmi ka kaluar në Amerika, jo, nuk ka të bëjë me Anglia. Anglia e ka humbur fuqinë të qenit perandërisë, s'është më perandëri që pas luftës së dytë botërore. Do kthehemi te Britania dhe te Franca. Pra, gjithë ato dhe, plus kemi edhe po dje një deklaratë të hapur për herë të parë ka ndodhur që myftiu i Omanit, pra kryemyftiu i Omanit, po, si më thënë, i bën deklaratë të hapur publike me shkrim, pra ka lëshuar një deklaratë zyrtare që i thot grupeve të armatosura në Palestinë të mos gënjeheni, thot, ju bëj thirrje që të mos gënjeheni nga fjalët e bukura, të mos gënjeheni nga organizatat e bukura, të mos gënjeheni, thot, nga emrat e bukur, të mos gënjeheni nga fjalët e mira, po të vazhdoni ashtu siç keni bërë deri më sot për të rezistuar për çlirimin e Palestinës dhe për çlirimin e palestinezëve nga pushtimi. Dhe kjo është shumë interesante, sepse për herë të parë kemi, pas 2 viteve, pra s'ka vite, gjatë gjithë luftës, gjatë gjithë kësaj lufte, gjatë gjithë genocidit 2 vjet, asnjë nga shtetet e Gjirit nuk guxoi të kundërshtonte ose të akuzonte Izraelin për genocid me përjashtim të Iranit. Publikisht, hera e parë ndodh kjo.
Pra kjo ndodh hera e parë dhe shumë interesant. Si deklaratë zyrtare e Omanit kjo? Jo, mund të merret? Merret deklaratë zyrtare. Shiko, të gjithë myftinit atje janë të miratuara nga shteti. Pra, për herë të parë myftinia kemi. Pas një myftini tjetër asnjë vendi arab nuk ka pas bërë asnjë deklaratë. Zero deklaratë. Nuk lejoheshin të flitej as nëpër xhamia për çështjet e Palestinës. Lart më të bëj deklaratë. Pra kjo është sinjal po thua. Pra unë mendoj që kjo është një sinjal i qartë që po jepet, pra nuk po e thot qeveria, po po e thot nëpërmjet gojës së këtyre. Pra nuk ka, prandaj them që bordi ka përdasur probleme të mëdha, por do të funksionojë në aspektin burokratik sepse normalisht bordi nuk do të vendoset në Gaza. Bordi ka dy vendodhje, një është në Egjipt dhe një është në Jordani, pra do të ketë dy zyra që do të vendosen një atje. Normalisht që të gjithë ta burokratët dhe të gjithë ta automatikisht të gjithë këta do të hynë në këtë bordë, do nga të gjitha palët politike në rubrikën e Shqipërisë, nga të gjitha anët politike në rubrikën e Shqipërisë, do të shihni një miratim të madh të këtij bordi, do të shihni nëpër media një egzaltim të pamas të këtij bordi dhe që Shqipëria arriti një mas të tillë, pra që paratë e popullit i çojë në xhepat e Trumpit, thjesht për të garantuar edhe disa vjet të tjera qëndrimin e Edramës në pushtet, por atyre ju intereson të gjithë palëve, ju intereson që të hynë, se ndoshta kapin në një zyrë, diku ose në një karrige në një zyrë dhe marrin një rrok të majme, pastaj se ç'bëhet punë e madhe, s'ka rëndësi. Dritan, ndërkohë në Iran çfarë ndodhi? Në Iran, gjithë ajo tentativa që kishte ndërtuar për të rrëzuar qeverinë e Iran dështoi totalisht, tashmë nuk ka më asnjë lloj proteste, asnjë lloj gjëje. Por kjo nuk do thotë se në Iran tentativat kanë mbaruar për të rrëzuar qeverinë ose për të bërë, pra do të vazhdojnë sepse është pjesë e asaj çfarë ka bërë Deep State dhe Trumpi është pjesë e Deep State-it, pra pavarësisht se dikujt mund t'i pëlqejë dhe dikush mund të jetë gënjur, ashtu siç gënjyem edhe unë edhe shumë të tjerë që menduam se Trumpi nuk ishte pjesë e Deep State-it, por njerëz jemi edhe gabojmë në gjykimin ton dhe unë po ja vërtetoj pse Trumpi është pjesë e Deep State-it. Në vitin 2009, Instituti Brooks është një institut i veçantë i cili bën vetëm studime studime të cilat vetëm në rast se paguhen, pra studime vetëm për çështjet të Pentagonit. Pra nuk bën studime që mund të shkojë diku të bëjë studime ose bëj studime vet. Pra studime të parapaguara. Dhe një nga ato studime, Instituti Brooks ka bërë një studim i cili e quajnë Which Path to Persia, pra cila është rruga për në Persi. Po. Pra unë i ftoj të gjithë shqiptarët që janë interesuar të hynë në Google dhe të shkruajnë në anglisht Which Path to Persia, do dalë atje, strategji dhe ju del është PDF, mund ta shkarkoni dhe ta shihni. Ta lexoni. Dhe atje do të shihni që ka disa kapituj. Ka disa pjesë, pa janë 3 ose 4 pjesë, secila pjesë nga 3-4 kapituj. Ajo çfarë ka ndodhur është në pjesën e dytë të saj, në kapitullin e 5, thotë që në kapitullin e 4, në pjesën e dytë të saj, ka një titull i cili thotë që duhet të sulmohet Irani. Dhe sulmi ndodhi në 2025. Po, në qershor. Dhe në kapitullin e 5 thotë sulmin do ja lëm Bibi Netanyahut. Pra, në 2009 është përcaktuar që sulmi t'i lejohet, kështu thuhet. E ka të shkruar. Do ja lëm, pra Iranin do ja lëm Bibit, sepse Benjamin Netanyahu, Milejkovski, shkurt thirret Bibi. Për ata që e njohin që kanë mesin në rrethin e ngushtë. Edhe atje thotë që kapitulli thotë ja lëm Bibit, pra Iranin. Dhe ata ja lanë Netanyahut në 2025 në cili goditi Iranin dhe u bë lufta mediatore. Nuk u arrit rënia e pushtetit. Në kapitullin e 6 thotë në rast se pas kësaj nuk ndodh rënia e pushtetit. Pra, pas kësaj që bën Bibi Netanyahu, atëherë çfarë do fillojmë? Do krijojmë një Velvet Revolution, thotë. Pra, Velvet Revolution është midis tyre revolucioneve vjollës, pra revolucioneve roz, që këta bën, por duke qenë Velvet, pra do jetë edhe Mavi do jetë edhe i përzier me sulmet armatosura me shupra, ajo që ndodhi në këto 17 ditë në Iran. Është diçka e paremruar, po thua. Po. Në momentin që kjo nuk ndodh, thotë, pra, e shpjegon se si duhet ndodhi gjithë organizimi, dhe në momentin thotë që kjo dështon. Atëherë do kalojmë, thotë, dhe thotë kalon kapitullin e 7, kalon kryengritje të armatosur të minoriteteve në Iran. Që minoritetet janë kurdët, baluçët, azerët e gjitha tjetër, t'i nxisim, t'i armatosim dhe ato do bëjnë kryengritje për shkëputje nga Irani. E qartë. Dhe në momentin që këto hynë, thotë, në këtë kryengritje, atëherë, në momentin që këto ngrihen në kryengritje të armatosur, atëherë ne vendosim ushtarakisht, pra,
hymë ushtarakisht dhe godasim Iranin në ndihmë të kësaj kryengritje. Dhe në momentin që të hynë në këtë, vim në kapitullin e 8 dhe thot grusht shteti. Pra, duke qenë se ti e dobëson Iranin, duke futur në këtë luftë të brendshme, plus edhe i godet atëre të paguhet, të arrihet të paguhet foqi ushtarake brenda pra general se që në mënyrë që këta të bëjnë një grusht shteti dhe ne të përkrajmë të grushtin e shtetit. Pra kjo është bërë në 2009. Në 2009 Trumpi nuk ishte as në agendat e bërjes së president. Pra, në 2009 kemi George Bushin, kemi këta, pra ishte deep state. Thua që dhe ky deep state, pra kjo vendimarrje e këtij deep state vazhdon, pra Trumpi vazhdon atë çfarë është vendosur në 2009. Pra kjo e bën Trumpin pjesëtar të këtij deep state. Pra antarët e deep state që vazhdon bën detyrat e deep state-it, pavarësisht se këtë hiqet thonë s'kam lidhje me deep state-in, unë do ta rrëzoj deep state-in. Ky është një mashtrim total politik që njerëzit e hëngrën me shumicë. Dritan, po të rrim tek skenari se shumë interesant. Pra, pas dështimit të këtyre protestave do të shkojmë tek kryengritje të armatosura. Dhe kjo ka filluar, sipas atij skenari. Kjo ka filluar për arsye sepse në në Emiratet e Bashkuara para 2 javësh janë mbledhur përfaqësues të këtyre minoriteteve, të cilat jetojnë jashtë Iranit dhe kanë këto shoqatat e tyre që kanë ngritur pra në minoriteteve dhe janë mbledhur atje në Emiratet e Bashkuara. Po, në Emiratet e Bashkuara janë mbledhur, në Dubai ka qenë mbledhja, ka zgjatur 4 ditë dhe atje ju është propozuar atyre, ju është kërkuar pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Izraeli, ka pasur përfaqësues izraelit në këtë mbledhje, ju është kërkuar që të gjitha këto palët të bëjnë një draft kushtetut për shtetin e tyre, pra për minoritetin që ata mendojnë dhe do kenë mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Izraelit dhe gjithë perëndimit në këtë. Pra ka nisur procesi i bërjes së draft kushtetute dhe daljes së këtyre grupave do dalin këto grupe. Irani duket si Jugoslavia, Dritan, apo Irani nuk është si Jugoslavia, në kuptimin e pra Irani nuk është si Jugoslavia, është federatë. Jo, Irani nuk është federatë, është shtet unitar, nuk është federatë. Irani është shtet unitar, nuk është federat. Ka disa minoritete më i madhat janë kurdët, cilët janë vetëm 10 milion banor, pastaj minoritetet e tjera janë pothuajse të papërfillshme. Pra, në raport me poliциnë Iran, ndo minoriteta arrin përveç kurdëve që kanë 10 milion, pra arrin gati 1% të popullatës. Pjesa tjetër janë poshtë 1%, pra nuk është se janë kanë rëndësi në aspektin e sasisë, po kanë rëndësi në aspektin e sigurisë, pra mund të krijojnë probleme çështje sigurisë, pra në vendin e rajonit. Po i fryhet kryengritjeve të armatosura, armatosur që të justifikohet nesër ndërhyrja ushtarake, pra goditja ushtarake ndaj regjimit. Sepse aktualisht dështoi ai që ishte revolucioni, pra Velvet Revolution, pra revolucioni roz, një lloj pranvere dhe në aspektin që ti dështoi shumë shpejt, pra nuk ja priti mendja që mund dështonte shumë shpejt. Ata prisin që të zgjaste pak, dhe në momentin që zgjaste pak, pastaj të justifikonin ndërhyrjen ushtarake. Kryengritja, Dritan, fjalave marrim Kurdistanin. Kryengritja do lidhet me faktin që fjala Kurdistani në Iran do të kërkojë pavarësi në raport me midis viteve në fund të viteve 80 dhe deri nga mesi viteve, deri nga vitin 1994, diku Kurdistani ka bërë një 10 vjet luftë me Iranin. Pra, ka pasur grupe të armatosura të cilët kërkonin shkëputje nga Irani. Pra nuk është gjë e re. Pra nuk është gjë e re, ka ndodhur, ka luftuar dhe më pas asaj 10 vjet luftë, ata ranë dakord që dorëzuan armët, gjitha grupet, dhe ranë dakord që të formonin parti politike, dhe sot janë pjesë e procesit politik, kanë parti politike, kanë përfaqësues parlamentin iranian, pra votojnë, pra kanë kaluar totalisht në një proces politik. Ata që nuk pranuan, ata ikën, u larguan dhe janë këta diaspora që kanë mbetur jashtë dhe që takohen tash në Dubai dhe që duan nisin të pranë. Nuk është se është mbytur atje. Pra u mbyt me dhunë. Irani fitoi nga ana ushtarake, normalisht sepse kishin bëjmë me një shtet, ato ishin me grupe të vogla. Por nuk është se u mbyll totalisht dhe nuk ju la asnjë hapësirë. Pra u bë një takordsi e ditë, ajo takordsi ka vazhduar dhe vazhdon edhe sot. Pra ata kanë përfaqësues të tyre, kanë parti politike të tyre, të cilat janë parti politike, jo partitë politike të Teheranit. Janë parti politike të tyre të vendosura të zhvilluara në Kurdistan, pra ka parti me qasje nacionaliste kurde, pra nuk janë ndaluar edhe partitë me qasje nacionaliste kurde, po brenda kushtetutës iraniane, pra funksionojnë brenda kushtetutës iraniane. Prandaj që këto grupe duhen për të krijuar idenë që ka luftë armatosur atje, dhe në momentin e kësaj të justifikohet ndërhyrja e armatosur pra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë që më pas këto të shkëputen nga Irani. Këto nuk shkëputen dot, edhe po të duan nuk kanë si shkëputen dot. Kurdët nuk kanë shkëputen dot, janë kufi me Turqinë, pra nuk kanë mundësi nga marrin ndihmën ushtarake, pra është shumë e vështirë pra. Për të marrë këtë ndihmën ushtarake që të vazhdojë një kryengritje të gjatë në atë kohë, kur kjo ka ndodhur, Turqia ishte aleat totalisht
Pra, edhe atëherë ishte pjesë e NATO-s dhe kryesisht ndihmën e merrnin nga Turqia, e merrnin nga Azerbajxhani, e merrnin nga Rusia, sepse edhe Rusia gjatë luftës së totë ishte kundër Iranit. Pra, kurse tashmë nuk kanë nga ta marrin, pra është një problem. Pra, Dritan, problemet janë shtuar, nuk janë ato që kanë qenë, pra nuk janë ato pozicione që kanë qenë. Lexova që vazhdojnë të mblidhen dhe të grumbullohen afër apo përreth Iranit sërish avion apo mjetet luftarake, po afrohet edhe ajo luftania Ford, Gerald Ford. Pra, po vazhdon grumbullimi apo përqendrimi i forcave ushtarake të Shteteve Bashkuara të Amerikës rreth Iranit. Çfarë do të thotë kjo? Si ta lexojmë? Nuk kemi vetëm përqendrim të forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kemi përqendrim të gjithë NATO-s rreth Iranit. Si të gjithë NATO-s? Të gjithë NATO-s. E para Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar kanë rritur një luftanie atje, pra një aeroplan mbajtëse ose një nga ato që quhet grupi zjarrit, pra një grup goditës detar, i cili udhëhiqet nga një aeroplan mbajtëse, e cila ka ardhur nga deti i Japonisë, ajo ndodhet aktualisht në detin e Arabisë. Është duhet të jetë aeroplan mbajtësia George Bush, edhe këtë është nisur aeroplanet e mbajtësia Ford, e cila duhet të mbrijë në fund të javës ose në fillim të javës që vjen, mbrin edhe ajo në ato territore. Në fund të javës ose në fillim të javës që vjen? Po, duhet të mbrijë në ato territore. Me ritmin që po ecën, pra në rast se nuk ndodh diçka ose diçka tjetër. Dhe bëhen dy grupe goditëse, plus Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lëvizur avion të ndryshëm, kanë çuar rreth zonave në afërsi, plus edhe ka kërkuar të gjithë anëtarëve të NATO-s që kanë kapacitete dhe në këto 4 ditët e fundit ka pasur fluturime të avionëve Eurofighter gjerman, francez dhe britanik, të cilët janë vendosur në 2 baza. Një pjesë janë vendosur në bazën e Akrotinit në Kipro, kurse një pjesë tjetër janë vendosur në bazën e Al Sultan në Jordani. Pra, pavarësisht retorikës që evropianët kanë në kuadër të Groenlandës me Trumpin, kur vjen puna te Irani, ata janë bashkuar sërish me Trumpin për të sulmuar Iranin, pra po marrin pjesë në këtë sulm. Normalisht evropianët nuk do të bëhet pjesë absolutisht NATO komplet. NATO. Edhe Europa në rastin e Evropës, NATO. Ne po themi në kuadër të NATO-s, pra nuk është bërë në kuadër të Evropës, por në kuadër të NATO-s kjo. Pra gjithë NATO po merr pjesë aty me përjashtim të Turqisë, e cila nuk ka lejuar përdorimin e hapësirës saj ajrore kundër Iranit këtë aspekt. Normalisht që avionët e NATO-s, pra NATO nuk do të përdoret për të sulmuar Iranin, por do të përdoret në aspektin e mbrojtjes ajrore. Pra aspekti i mbrojtjes ajrore që raketat që Irani do lëshojë, këta do mundohen të azisojnë në ajër, pra të bëjnë të njëjtën gjë që bën edhe radhën e parë në luftën Iran-Izrael. Pra e njëjta gjë, për këtë arsye do të përdoren. Pra jo për të sulmuar direkt Iranin, po janë pjesë e këtij koalicioni që po ndërton Shtetet Bashkuara të Amerikës të pashpallur për të sulmuar Iranin. Por në të njëjtën kohë kemi edhe lëvizje, mund të kemi goditje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund të kemi goditje tani afër apo? Po, unë mendoj që po, do ketë goditje afër për arsye sepse ka pasur edhe lëvizje të shumta nga pjesa tjetër që janë aleat pra të Iranit. Vetëm në 54 orët e fundit. Pra në këto 54 orë fundit që flasim, nga Rusia kanë zbarkuar në Iran 5 avion luftarak, 5 avion transporti strategjik rus, cilët kanë sjell pajisje ushtarake, armatime, se di çka kanë sjellë, pra janë ulur në baza ushtarake iraniane dhe ajo që është interesante është se 16 avion të transportit strategjik ushtarak kinez ka pasur në këto 54 orë në drejtim të Iranit. Njëri është ulur pak para 30 minutash, diçka 45 minutash. Është ulur i fundit. Dhe nuk kemi pasur as gjatë luftës, as gjatë atyre 12 dhe as menjëherë pas atyre 12 ditëve nuk ka pasur një fluks kaq të madh fluturimesh nga ana e Kinës dhe Rusisë në drejtim të Iranit. Fakti që ata po bien tashmë me ngut, pra gjithë do të thotë që duhet të kenë të dhëna që amerikanët po përgatiten për një goditje dhe kjo goditje do të jetë e afërt dhe për këtë arsye po çojnë materiale të ndryshme të cilat mund të shërbejnë për të përballuar këtë goditje, pra sepse duhet kemi gjë parasysh. Nuk bëhet llaf që edhe në rast, pra, në çdo lloj goditje që Shtetet Bashkuara të Amerikës i bëjnë Iranit, nuk bëhet llaf që Irani të ndalojë goditjen. Pra nuk bëhet llaf që Irani bëhet llaf që Irani të rezistojë goditjes. Sepse kapacitetet e Shtetit Bashkuara të Amerikës për një goditje disa ditore janë më të mëdha se sa Irani. Dhe ata arrin ta godasin. Pra, gjithçka që bëhet që ti të arrish të rezistosh kësaj goditje, jo në aspektin që ti të neutralizosh gjithë goditjen. Ti nuk e neutralizon dot goditjen. Por ama arrin ti rezistosh goditjen në mënyrë që një pjesë të goditjes ta bësh të paefektshme dhe
dëmet që shkakton goditja më pas të jenë sa më shpejt të zëvendësueshme. Pra, për këtë bëhet e gjitha, nuk bëhet llaf që ti ta neutralizosh goditin të, nuk e neutralizon dot. Edhe po të dojë nuk e neutralizon dot. Edhe sikur të hyjë gjithë Kina dhe Rusia bashkë, ai goditja ndodh. Pra, pra kjo është ideja. Thjesht të amortizoj goditjen amerikane ndaj Iranit. Po sa e komplikon nuk e komplikon prania, fare. Prania e avionëve rus, avionëve kinez, e mbështetjes së hapur ruse dhe kineze, ndërkohë që nga ana tjetër ju sapo thatë që do kemi dhe avion gjerman, avion francez, avion britanik që janë poshtë vendosën drejt asaj zone. Si e projekton nesër një konflikt të mundshëm? Nuk ka asnjë konflikt të mundshëm. Konflikti është midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Do të vazhdojë midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Mund të hyjë edhe Izraeli, mund mos hyjë Izraeli, pra varet në këtë se si e kanë vendosur amerikanët, sepse është çështje vendimmarrje në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Por nuk ka për të pasur një konflikt midis Shtetit Bashkuar